Selamu alaikum, qëfar pun duhet të bën një femër që t'jetë halal? Jam nanë e 2 fëmijëve. Aleikum selam rahmetullah. Ty nanë e 2 fëmijëve, Allahu t'i rujt fëmijët, puna ma halal që mund është me bati, masi të knaqë Allahun xhaleshanu me ibadete, ta respektan t'i krynë obligimet e burrit, puna ma mirë është që ta 2 fëmijë, me i këqyr, me i rrit që duhet. Pastaj puna tjetër është mi bë dhe ja 2 tjerë, edhe më përkujdesa për këta. Kjo është puna ma mirë, kretë palavrën së punë tjera, kretë palavrën. Edhe nëse punën si kryetare e komunës dhe presidente e shtetit, nëse nuk je përparësi lindjes fëmijëve, edukimit fëmijëve tu, edhe i lënë për duhet tjera, kur gjë s'ke ba. Kur gjë s'ke ba. Puna ma mirë. Andaj, nëse këto anë kuptove, kalëm të opcionit tjetër. Çdo punë në të cilën nuk ka haram, ka që dinit Allahut. Pastaj nuk ka vrejtje në moral, në çështjet e moralit. Pra, si pas rregullave të Zotit, është punë halal, si pas moralit, rregullave që Allah i ka vendosur te morali është punë halal, atër mund është me shiku një punë, masi ti kesh parasysh që të këshillën e parë që ta dhash. Keni kujdes, jo në emën të 400-500 eurëshit, pa marrë parasysh çfarë punë halal është, me elon edukimin e fëmijëve, lindjen e fëmijëve, shtëpia gëzohet, shtëpia këndon, po tham kështu, kur gjendet aty një femën, një grua, një bashorte, një familjes ose një bashorte i cili punon, është i gëzuar atje në punë se e di që të shtëpia ka kush me bë ushqimin, edhe ka kush me arrit fëmijët, e ka kush me eduku fëmijët, e me bë pastrim etj. Kur mos mendoni se ndonjë punë është ma mirë se sa gruaja me eduku fëmijët e vet, me i net çysh duhet bashortit vet, me kry obligimet ka që Allahu xhaleshanu. Prandaj trendin në të cilin jemi të hyna, i ki 2 fëmijë, bani edhe 2 motër, bani edhe 2 tjerë, 6 bani 8. Leni ato se unë e kam punën teme, unë e kam rrogën teme. Edhe 1 milion euro me pas rrogën nuk vlen sa që ta 2 fëmijë tu, ose edhe 2 tjerë që ke me i ba. A jenë gjendje ti që ta 2 fëmijë me i shit, për kur gjatë këtë botën me të adhën ti nuk i shet. A pësha se ti je ma mirë se sa një grua cila nuk më bën fëmijë, me preteksin se s'po du me bën fëmijë se jam me nëzant me karierën edhe punën teme. Kjo është mentaliteti gabum. Për afat gjatë, popullet kombit ton i bandan kjo lloj mentaliteti. E pastaj shko edhe merre qanin edhe për qafe edhe thuj, hajde te nana. Keni kujdes oj motra, keni kujdes, Allahu që ka kalon rregullore që është ma mirë për juve se sa çdo rregullore tjetër.